Parti politike si strukturë, si organizatë, sigurisht që jemi të gatshëm për zgjedhje. Partitë politike funksionojnë në formë të tillë. Çështja është dëmit i cili do t'i bëhet Kosovës, shtetit, nëse shkojmë në zgjedhje. Po ju nëse shkojmë në zgjedhje, po e qartë, këtë e qartësuam, nëse shkojmë në zgjedhje, si del partia juaj zona ka bashkë? Përgjithësia jonë është me mbrojt interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Për momentin, Partia Demokratike e Kosovës është qelësi i fundit i demokracisë në vend. Kjo është roli jonë. Rezultatet në zgjedhje varen prej vullnetit qytetarëve dhe na do ta respektojmë ato si gjithë një. Madje unë e kom potencu disa herë që sot nuk mjafton veç me qitë votën kuti. Sot dush me konë gjendje me gjyku drejt, për me gjyku drejt dush me marrë informata reale. Edhe po du mu rikthy prap aty. Vetëvendosja është partia vetme në vend që përdor dezinformim për me arrit pushtetin. Gjë që i bën dëm shumë shtetit, shoqënisë edhe krijon përçarje të cilat ende nuk po muj me i sanu. Ndërsa sa i përket përgjegjësisë deputetëve që përmeni Zoja, sa kena përgjegjësi ndaj institucioneve. Natyra publike se çfarë mesazh po transmetojmë. Natyrisht që duhet me pas kujdes. Me shumë kujdes po e them. Dezinformat? Hajde cilën? Fushata dezinformuese. Fushata dezinformuese. Ajo është përgjithësi e hetuesi, Zoj. Ajo është përgjithësi. Mjafton më shku në rrjetet sociale dhe me çfarë informata ju shpërndani. Çfarë informata shpërndani kush? Vetëvendosja, përkrasit e vetëvendosjes, aktivistat e vetëvendosjes. Lutem, mos flasim. Kuptoj drejt çfarë tu dosh me thonë. Ti po thu që vetëvendosja e ka një qasje të strukturuar, e ka një qasje super të strukturuar me dezinformimet. E ka një qasje e para, kjo është e pasakt. E dyta, kjo është shpifje për cilën dush me mbajt përgjegjësi. Dhe e treta, para, opinioni publik nëse ki argumente dush me ju drejtu, për më nfy, dush me ju përgjigj krejt pyetjeve që ti bona dhe isha që ju bone besht. Të përfshi edhe përgjegjësinë e deputetëve. Sa kena përgjegjësi ndaj institucioneve. Nëse ki përgjegjësi ndaj institucioneve, kesim të e kontaminu. Absolutisht. Nuk kemi zgjidhje për këtë situatë, jemi të interesuar mbi ju bloku. Na s'kemi zgjidhja? Absolutisht po. Na kur e kemi pas, kur e kemi pas na besimin si parti e parë në vend, na kemi gjithë zgjidhje. Historia Kosovës